Kisha kërkon nga gjithë secili nga ne që ta përjetojë këtë gjë, sepse nëse nuk e përjetojmë këtë jetë, nuk do jemi në gjendje ta bëjmë një jetën që do vi. Prandaj dhe ngjallja, që është thelbi i krishtërimit, mbi cilën është ngrit gjithë krishtërimi, siç thotë Shën Pavli, nëse Krishti nuk u ngjall, atëherë predikimi ynë dhe besimi ynë është i kotë. Ngjallja është themeli i krishtërimit. Ky është lajmi i mirë që solli Zoti për restaurimin tërësor të natyrës njerëzore. Nëse ne nuk kemi një destinacion përfundimtar, atëherë çfarë është kuptimi i jetës? Prandaj dhe njerëzit thonë, një jetë kemi, le të hamë, të pijmë, të bëjmë qef, dhe harrojnë që kjo nuk është e gjithë jeta që kemi ne. Ndoshta është pjesa më e vogël. Zoti na ka premtuar ne një jetë përjetshme dhe ngjallja pikërisht këtë gjë na thotë. Përgatitemi për jetën e përjetshme. Nëse Zoti jonë është paraja, nuk mund të jetë dot Krishti. Nëse ne merrem me thashëtheme, me shpifje, me zëmrime, intriga, përkundër tjerëve, nuk kemi përgatitur fronin për Krishtin, po kemi përgatitur fronin për të ligun. Dita e sotme na përkujton në këtë gjë, që gjithë secili nga ne të përpiqet ta pastrojë zemrën e tij, e të bëjë një fron gati Krishtit, sepse Zoti po qëndron pranë çdo shpirti, siç thotë tek zbulesa, ja tek jam pranë jush thot, e do trokas, e kushdo që do e hapi derën, do hyj atje e do banoj tek ajo gjë. Nëse do kemi Krishtin në zemër, gjithçka tjetër nuk është më e rëndësishme. Pasuria më e madhe që mund të ketë njeriu është pikërisht Zoti. Nëse është Zoti brenda shpirtit njeriu, do ketë gëzim. Pa Zotin nuk ka gëzim.